Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në fillim të një serie të re videosh në kanalin tonë në YouTube Shtëpia e Dijes, të cilat janë vazhdim i serive të mëhershme që kemi nisur në këtë kanal. Një seri që kemi nisur ka pasur për qëllim prezantimin e projektit, kanalit dhe aktivitetit që jemi duke zhvilluar në fushën e dijes dhe edukimit. Më pas, një seri e dytë ka pasur për qëllim prezantimin e gjërave më kryesore që trajton secila prej lëndëve përbërëse të diturisë fetare islame. Dhe kjo video inshallah do të jetë videoja e parë e një serie të re, e cila do të trajtojë tematikat e lëndës së akides, ose lëndës së doktrinës, ose siç e themi ndryshe, lëndës së besimit. Dhe kjo seri do të përbëhet nga libra të ndryshëm, dhe çdo libër në vetvete do të ketë serinë e vet ose playlistën e vet të videove të ndarë sipas tematikave që ka ndarë vetë autori që ne kemi marrë në referencë, ose më saktë autorët në numrin shumës, sepse janë autorë të ndryshëm që flasin për të njëjtën lëndë. Më konkretisht, në këtë seri që sapo nisëm, do të trajtojmë inshallah librin Në Fjalë, i cili është një libër që neve do të na fusi në lëndën e akides, dhe në gjuhën arabe si libër titullohet Ad-Dilalat al-Aqadiyya li Ayatillahi al-Kawniyya. Dhe në gjuhën shqipe, me përpjekjen që kemi bërë për ta përshtatur titullin, e kemi përkthyer treguesit doktrinor të shenjave universale. Pra, gjëja kryesore që përmban libri është trajtimi i shenjave që Allahu ka përcaktuar në univers për njerëzit që të logjikojnë nëpërmjet këtyre shenjave dhe të nxjerrin prej tyre mësime për çështje të ndryshme që kanë nevojë në jetën e tyre. Autori i librit është Abdul Majid Muhammad Abdulaziz Al-Wa'lan. Libri ka një vëllim, është botuar për herë të parë në Riyadh në vitin 1440 Hijri, sipas kalendarit anor, dhe përkthimi i tij ka filluar në gjuhën shqipe në vitin 2025, pra në momentin që jemi duke folur. Tema e parë e këtij libri e kemi titulluar Hyrja, ashtu siç e ka titulluar edhe vetë autori. Dhe më njëherë në faqen e parë autori thotë: Elhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Pra lexojmë një fragment nga fjala e autorit, dhe këtë fragment në gjuhën arabe do ta përkthejmë në gjuhën shqipe në formën e një paragrafi inshallah. Falënderimi i takon Allahut, i cili krijoi qiellin dhe tokën dhe bëri errësirat dhe dritën. Pastaj ata që mohuan e barazojnë Zotin e tyre me të tjerë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, një i vetëm dhe i pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij. Dhe më pas. Pra në këtë lloj forme, duke i ndarë temat që autori ka trajtuar në paragrafe, do të përpiqemi që të vazhdojmë me gjithë përkthimin e librit në vazhdimsi. E theksojmë sërish, siç e kemi përmendur në videot e mëhershme, që ne përpiqemi të përkthejmë librat aq më fjalë për fjalë sa është e mundur, sa ta lejon përputhshmëria ndërmjet dy gjuhëve. Aty ku nuk është e mundur, përpiqemi që t'i përshtasim termat ose shprehit që mund të ekzistojnë në një gjuhë dhe nuk kanë një fjalë apo një shprehje korresponduese në gjuhën tjetër. Mirëpo, në themel, qëllimi është që të përçohet nga ana jon fjala e vet autorit, sepse ai është ustai i fushës dhe normalisht ne si
fillestar që jemi në krahasim me të, nuk mundemi ta përçojmë më mirë atë lloj diturie, por të paktën luajmë rolin e ndërmjetësit që atë që ai ka folur në arabisht ne përpiqemi ta sjellim në gjuhën tonë në shqip dhe në të ardhmen edhe në gjuhë të tjera inshallah. Në vazhdim autori thotë: Fa inna at-tafakkur fi makhluqati Allahi wa ayatihi al-'azima wa ma yuhdithuhu Allahu jalla wa ala fi hadhihi al-kawn ulwihi wa suflihi min laylin wa nahar wa riyahin wa amtar wa ra'din wa barq wa khusufin wa kusuf wa zilzal wa tarakin wa barakin wa faydanat wa suyul wa ghayra dhalik kullu dhalika tasrifun min Allah wahda fihi 'idhatun wa i'tibarun liman i'tabar. Përkthimi: vërtet meditimi mbi krijesat e Allahut dhe shenjat e tij madhështore, si dhe ato që Allahu i bën të ndodhin në këtë gjithësi, në pjesën e sipërme dhe të poshtme të saj, si nata dhe dita, erërat dhe shirat, bubullima dhe vetëtima, eklipset, tërmetet dhe vulkanet, përmbytjet, rrjedhat e ujërave dhe të tjera të ngjashme, të gjitha këto janë me urdhrin vetëm të Allahut dhe janë këshill dhe mësim për çdo që merr mësim. Her pas here, për te fjalës së vet autorit, mundet që të citojmë ose të përmendim nga ana jonë ndonjë koment të shkurtër, duke i bërë lidhjen fjalës së autorit me diçka për realitetin ton, që mund të jetë e nevojshme të përfshihet në këtë temë, ndonse autori në rrethanat që ka shkruar librin nuk e ka parë të arsyeshme ta përfshijë. Për shembull, mund të jetë një veçori specifike e vendit ton apo e kohës ton, që ne dëshirojmë ta përmendim sepse ka lidhje me atë çfarë autori përmend në atë temë. Në rastin konkret dëshiroj të theksoj që kur e dëgjon një tekst në arabisht, ai tingëllon ndryshe në krahasim me rastin kur e lexon atë në gjuhë të tjera, pra kur i lexon përkthimin. Kjo ndodh edhe me Kur'anin, edhe me hadithet profetike, por edhe me librat e shumë autorëve. Për arsye se mënyra e të shprehurit të tyre në gjuhën origjinale ka shumë më tepër elokuencë, ka rim, ka bukuri, gjë të cilën ne përpiqemi të arrijmë një pjesë të saj me përkthimin ton, por kuptohet që në origjinal ajo tingëllon ndryshe. Madje edhe sikur thjesht ta dëgjosh duke mos e ditur kuptimin e asaj çfarë po lexohet, prapë kupton që ajo që tingëllon është diçka e bukur. Pra është diçka e bukur në mënyrën e formulimit, pavarësisht përmbajtjes që ajo ka. Më pas thot autori: Wa hadha at-tafakkur yadullu ala anna hadha al-kawn lahu khaliqun malikun mutasarrif mustahiqqun lil-ibadati wahda fa huwa subhanahu yadhhiru ayatihi al-kawniyya lin-nas liyastadallu biha ala annahu huwa al-mustahiqqu lil-ibadati wahda wa anna kulla ma siwahu huwa batilun alladhi yazulu هو الباطل الذي يزول ويفنى. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Përkthimi: ky meditim tregon se kjo gjithësi e ka një krijues, një sundues që vepron si të dojë dhe që meriton të adhurohet i vetëm. Ai është i vetmi që meriton adhurimin. Ai i lartësuari i shfaq shenjat e tij në këtë botë për njerëzit, që ata nëpërmjet tyre të kuptojnë se vetëm ai është i denjë për adhurim, dhe se çdo gjë tjetër përveç tij është e kotë dhe shuhet. Allahu i lartësuar thot, dhe ky është ajet Kurani, kjo sepse Allahu është e vërteta, kurse ajo që ata adhurojnë përveç tij është e kotë. Ose më saktë në trajtën e shuar është e kota. Më pas thot autori: Wa qala Ibn Jarir rahimahullah hadha alladhi أخبرتك يا محمد أن له فعله في أدلاج الليل في النهار والنهار في الليل وغير ذلك من عظيم قدرته إنما فعله أنه الحق لا شريك له مع هؤلاء المشركين وأنه لا يقدر على مثل ذلك سواه ولا تصلح
uluhiyatu illa liman fa'ala dhalika biqudratihi. Përkthimi, Ibn Xheriri, Allahu mëshiroft, ka thënë: kjo që të kam lajmëruar o Muhammed, se Allahu e bën futjen e natës në ditë dhe të ditës në natë, dhe gjithçka tjetër nga shenjat e mëdha të fuqisë së tij, ai e bën vetëm sepse ai është i adhuruar i vërtet, dhe jo ata që idhujtarët i lusin në vend të tij. Ata nuk janë në gjendje të bëjnë asgjë nga këto vepra, adhurimi nuk i takon askujt tjetër përveç atij që i bën këto me fuqinë e tij. Për sa i përket Ibn Xheririt, bëhet fjalë për komentuesin e madh të Kuranit, Ibn Xherir at-Taberi, i cili ndër të tjera ka shkruar një vepër të madhe të tefsirit, të shpjegimit të Kuranit, e cila në një prej botimeve të saj bashkohore qarkullon me 20 vëllime. Është një libër të cilin e kemi në librarinë që shikoni, dhe ky libër konsiderohet referencë tek të gjithë dietarët e tefsirit që kanë ardhur mbas Imam Taberiut në këtë fushë, për arsye se është gjithëpërfshirës në mënyrën se si ai e ka trajtuar këtë lëndë. Kështu që ky koment nga ana ime shërben për të kuptuar dëgjuesit nivelin e autorit të librit të tefsirit që ka marrë si referencë autori jon në librin që po trajtojmë. Më pas, qala al-Qasimi rahimahullah, dhalika isharatun ila ma dhukira min sa'ati al-ilm wa shumul al-qudra wa ajaib as-sun' wa ikhtisas al-bari biha wa inna Allah huwa al-haq bisabab anna al-haq wujuduhu wa ilahiyatuhu. Përkthimi, El-Qasimi, Allahu mëshiroft, ka thënë: fjala kjo, pra fjala dhalike që përmendet në fillim të ajetit që cituam më sipër, është një tregues për atë që u përmend më parë, për gjerësinë e dijes dhe gjithëpërfshirjen e fuqisë së Allahut, dhe për çuditë e krijimit dhe veçantinë e krijuesit në to, sepse Allahu është e vërteta absolute, për shkak se e vërteta ka ekzistencë dhe qenie të përkryer. Më pas vazhdon autori dhe thotë: وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يحصل به اليقين وأنواع الفكر والاعتبار وأما كيف يحصل اليقين فثلاثة أشياء أحدها تدبر القرآن والثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق والثالث العمل بموجب العلم قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Përkthimi, dhe ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, në lidhje me atë se si arrihet bindja e plot, pra ajo që quhet yakin në gjuhën arabe, dhe llojet e mendimit dhe vëzhgimit, sa i përket mënyrës se si arrihet ajo fitohet përmes 3 gjërave. E para është meditimi dhe thellimi në kuptimin e Kuranit. E dyta është mendimi mbi shenjat që Allahu krijon në shpirtra dhe në horizonte, të cilat tregojnë qartë se ai është e vërteta. E treta është të vepruarit sipas dijes, pra zbatimi në vepra i asaj çfarë ke kuptuar dhe mësuar. Allahu i lartësuar thotë: ne do t'ua tregojmë atyre shenjat tona në horizonte dhe në vetveten e tyre, derisa t'u bëhet e qartë atyre se ajo është e vërteta, ose e thëndryshe se ai Kurani është e vërteta. A nuk mjafton që Zoti yt është dëshmitar për çdo gjë? Më pas, thot autori, فبين سبحانه أنه يري الآيات المشهودة ليبين صدق الآيات المسموعة مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية والقرآن لم يذكر هذه الآيات الكونية على أنها مقصودة لذاتها ولكنها دعوة عملية للإيمان بالله من منطلق أن كل ما نشاهده في هذا الكون فهو خاضع للنظام الدقيق
وللعناية الفائقة ولرحمة الرحمن بعباده. Përkthimi, Allahu I madhëruar sqaroi se ai u tregon njerëzve shenjat e dukshme për të vërtetuar sinqeritetin e shenjave të dëgjuara. Të dëgjuara nën kupton që ne I dëgjojmë kur lexojmë Kur'anin. Megjithse dëshmia që përmbajnë vetë shenjat e dëgjuara është e mjaftueshme. Pra dhe se kur të mos I kishim këto shenja që ne mund t'i shohim me sy ose t'i perceptojmë me shisat e tjera, sërish do mjaftonin ato që janë përmendur në Kur'an. Kur'ani nuk I përmend këto shenja të krijimit thjesht për vetë ato në vetvete, por si një thirrje praktike për besimin në Allah, duke u nisur nga fakti se gjithçka që shohim në këtë univers është nënshtruar ndaj një sistemi të saktë, kujdesit të hollë dhe mëshirës së të gjithë mëshirshmit ndaj robërve të tij. Më pas thot autori, والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض الآيات الكونية ثم يذكر بعدها تقرير التوحيد ونفي الشرك وإثبات البعث وغير ذلك من مسائل العقيدة فكان صلى الله عليه وسلم يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Përkthimi, profeti sallallahu alaihi wasallam përmend disa nga këto shenja të krijimit dhe më pas përforcon njësimin e Allahut, atë që e quajmë në gjuhën arabe tauhid, duke mohuar idhujtarinë ose atë që quhet në gjuhën arabe shirk, duke pohuar ringjalljen dhe çështje të tjera të besimit. Ai sallallahu alaihi wasallam thoshte, dhe kjo është pjesë e dhikrit të mëngjesit dhe të mbrëmjes, pra lutje dhe lavdërime për Allahun që bëhen nga ana e muslimanëve në mënyrë vullnetare mbas sabahut dhe mbas ikindis në përgjithësi, u zgjuam në natyrshmërinë e pastër të Islamit, me fjalën e sinqeritetit, me fenë e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe me fenë e babait ton Ibrahimit, besimtar I drejtë, musliman dhe që nuk ishte prej idhujtarëve. Pra Ibrahimi është prej paraardhësve të profetit sallallahu alaihi wasallam, qoftë nga ana gjenealogjike dhe qoftë edhe nga aspekti I besimit. Pra këtu autori ka cituar një hadith profetik, ndërsa më sipër ka cituar në disa raste ajete Kurani dhe në disa raste fjalë të dietarëve të tjerë më të hershëm. Është e rëndësishme të përmendim diçka edhe në lidhje me Sheikhul Islam Ibn Taymiyën, të cilin e cituam por nuk përmendëm diçka mbi biografinë e tij. Ai është pak I mëvonshëm në krahasim me Imam Ibn Jarir at-Taberi, I cili u përmend më herët, por se për nga vlera mund të themi që e konkuron dhe është nga më të mëdhenjtë e këtij ummeti. Ibn Taymija ka jetuar për afërsisht 700 vjet para kohës që ne po flasim dhe po regjistrojmë këtë video. Dhe ka mbajtur ligjërata dhe ka shkruar libra për pothuajse çfarëdo lloj tematike të fesë që ka qenë e njohur në atë kohë. Dhe gjithashtu ka qenë shumë I zoti edhe në debat me njerëzit që kanë pasur mendim të ndryshëm në raport me të dhe mendim të ndryshëm në raport me fen, qoftë në mënyrën se si interpretohet feja ose qoftë me fen në vetvete, që kush është feja e drejtë. Dhe Ibn Taymija ka kthyer kundërpërgjigjen përkatëse secilit prej këtyre kategorive të njerëzve dhe shumë prej këtyre kanë arritur në ditët tona, ndërsa disa nuk kanë arritur. Madje kam dëgjuar prej dietarëve bashkohor në Arabi Saudite sot, të cilët thonë që ofrojnë shpërblime të mëdha monetare për atë që gjen në një libër të këtij autori dhe e publikon atë për njerëzit. Për arsye se autori mund të citojë në një vepër të tij në një faqe dhe në një kapitull të caktuar që këtë gjë për shembull e kemi përmendur në filan libër, ndërkohë ne nuk e dim ku ndodhet ai libër. Mundet që ai të mos ekzistojë më, por mund edhe të ekzistojë dhe të ndodhet në ndonjë vend dhe ne kemi nevojë ta zbulojmë se ku ai është. Kjo tregon për vlerën e madhe që ai ka dhe që veprat e tij vlerësohen sot e kësaj dite. Gjithashtu ai ka pasur nxënës të cilët kanë arritur nivele shumë të larta të diturisë dhe që dhe vetë veprat e këtyre nxënësve kanë arritur deri në ditët tona. Më pas thot autori: وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم هديه الواضح تجاه هذه الآيات الكونية وبيان ما يقع من الناس فيها من مخالفات تنقض من إيمان
العبد أو تزيله. تنقص من إيمان العبد أو تزيله. ومن ذلك أنه لما حصل الخسوف في زمانه عليه الصلاة والسلام بين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ولا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فبين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ونفى ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أنها يخسفان لموت أحد أو لحياته، ثم بين سبب حصول هذا الخسوف بالإضافة إلى الأسباب الحسية وهو غيرة الله أن تنتهك محارمه، ثم بين أنه صلى الله عليه وسلم يعلم بما علمه الله من الأمور العظيمة التي لا يعلمونها وهذا من أدلة نبوته. Profeti sallallahu alaihi wasallam kishte një udhëzim të qartë në lidhje me këto shenja universale, duke sqaruar gabimet e njerëzve në raport me to, gabime që mund ta paksojnë besimin ose madje ta shkatërrojnë atë krejtësisht. Ndër shembujt e kësaj është se kur ndodhi eklipsi diellor në kohën e tij sallallahu alaihi wasallam, ai sqaroi se dielli dhe hëna janë nga shenjat e Allahut. Madje teksti i hadithit përmend specifikisht në numrin dyshës, sepse arabët kanë numrin njëjës, shumës dhe dyshës. Thot janë dy shenja prej shenjave të Allahut. Ato nuk rësohen për vdekjen apo për jetën e askujt, siç thuhet në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai sqaroi se dielli dhe hëna janë nga shenjat e Allahut dhe mohoi atë që besonin njerëzit e ignorancës, të cilët mendonin se ato e rrësoheshin për shkak të vdekjes apo lindjes së dikujt. Më pas, ai sqaroi arsyeën e vërtetë të ndodhjes së këtij eklipsi, përveç shkaqeve fizike, dhe ajo është xhelozia e Allahut kur shkelen ndalesat e tij. Termi xhelozi kur e përmendim për Allahun nuk nënkupton xhelozi si xhelozia që mund të kenë njerëzit ndërmjet njëri tjetrit. Përkundrazi bëhet fjalë që Allahu nuk dëshiron shkeljen e kufive të tij dhe për të stimuluar njerëzit që të mos i bëjnë këto gabime, pra të mos i shkelin gjërat e ndaluara, mos i tejkalojnë kufit, ai dërgon disa shenja që ata të reflektojnë. Pra kjo është ajo që është për qëllim. Megjithatë, fjalën xhelozie kemi sjellë siç e ka përmendur autori, por ndërkohë po i bëjmë një sqarim nga ana jon. Pastaj tregoi se profeti sallallahu alaihi wasallam e dinte këtë përmes dijes që ja kishte mësuar atij Allahu, gjë që është në vetvete dëshmi e profecisë së tij. Më pas thot autori: "Wa min ajli idah هذه الدلائل والمسائل العقدية المتعلقة بالآيات الكونية وبيان ما حصل من الناس من المخالفات العقدية التي تقع عند حدوثها، وحيث أن أغلب من تكلم في هذا الموضوع تكلم من جهة تعليق هذه الآيات بالتوحيد الربوبية أو إثبات الرسالة أو البعث، وقل من تكلم عنها من جهة تعليقها بمسائل العقيدة الأخرى كتوحيد الألوهية والأسماء والصفات والإيمان بالغيب والكتب والرسل والقدر والفطرة ومسائل الأسماء والأحكام والنهي عن مشابهة المشركين ونحو ذلك. رغبت أن يكون بحثي لمرحلة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة بعد الاستخارة والاستشارة بعنوان الآيات الكونية دراسة عقدية." Dhe kjo është përfundimi i fjalës së autorit në tematikën e hyrjes. Përkthimi është: për të sqaruar këto argumente dhe çështje doktrinore që lidhen me shenjat universale, si dhe për të treguar devijimet doktrinore që ndodhin te njerëzit kur ndodhin këto fenomene,
Dhe me që shumica e atyre që kanë folur për këtë temë kanë trajtuar vetëm nga aspekti i lidhjes së saj me njësimin e Allahut në zotrim ose me dëshminë e profecisë apo ringjalljes, ndërsa rrallë ka folur dikush për lidhjen e saj me çështjet e tjera të besimit, siç janë njësimi i Allahut në adhurim, emrat dhe cilësitë e tij, besimi në të fshehtën, në librat, të dërguarit, caktimin, natyrshmërinë e pastër të njeriut, çështjet e emrave dhe gjykimeve, ndalesa e përngjasimit me idhujtarët e të tjera, desha që kërkimi im për master ose magjistraturë në fushën e akides dhe medhhebeve ose ideologjive bashkohore, pas këshillimit dhe pas istihares, që është lutja për udhëzim nga Allahu nëpërmjet një namazi, të jetë me titullin Shenjat universale, një studim doktrinor në klapa akide. Këtu e ka përmbyllur autori fjalën e vet në raport me hyrjen dhe këtu e mbyllim dhe ne temën e sotshme për të vazhduar në videot e ardhshme me temat e tjera sipas ndarjes që ka bërë autori. Ajo që dëshirojmë të themi përpara se të bëjmë mbylljen është që autori ka trajtuar një çështje që ka qenë e trajtuar edhe përpara tij, por se ka trajtuar në disa aspekte që nuk dihet të kenë qenë të trajtuara përpara tij ose nuk kanë qenë të trajtuara mjaftueshëm. Kjo tregon që kërkimi shkencor në lëndët e ndryshme fetare vazhdon edhe sot e kësaj dite. Po ashtu, dera ijtihadit për çështje të ndryshme vazhdon të jetë e hapur dhe dija fetare, ashtu si dhe dija shkencore, vazhdojnë të pasurohen sot e kësaj dite me literaturë të re dhe me autorë që japin mundin e tyre për të ndriçuar mendjet e njerëzve. Ne lutim Allahun që këto gjëra t'i bëjë të dobishme dhe të na bëjë dobi dhe neve dhe dëgjuesve po ashtu. I kujtojmë dëgjuesit që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.